Duket se ka mos përputhje të dukshme në mes porosive që vijnë nga Brukseli dhe punës së brendshme të institucioneve të vendit. Kështu deklaroi koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian Rina Hajdari në seancën për pyetje deputetësh në Kuvend, referuar raportit të fundit mbi progresin i RMV-s. Ajo e pyeti zëvendës kryeministrin Bekim Sali nëse është në dieni se nga Brukseli po kërkohet zgjidhje e problemit të jurisprudencës të studentëve shqiptar. Ajo thot se BE po e sheh dhe tashme e ka evidentuar regresin e thellë në zbatimin e të drejtave të shqiptarëve dhe komuniteteve më të vogla dhe siç theksoi e ka vlerësuar gjendjen jo të mirë. A keni njohuri se në kuadër të kësaj, Parlamenti Evropian ka miratuar po ashtu amandamentin me të cilin u bën thirrje autoriteteve të Maqedonisë së Veriut që urgjentisht të zgjidhin çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore me qëllim të sigurimit të zbatimit praktik të marrëveshjes së Ohrit, jo vetëm në aspektin formal ligjor, por edhe në frymën e saj. Në të njëjtin amandament kërkohet që protestat studentore të mos paraqiten në mënyrë të pasinqertë si të motivuara politikisht, ndërsa kritikoi edhe vendimin e dieshëm të gjykatës kushtetuese me të cilën u shfuqizuan emrat e sheshit të Tetovës dhe disa rrugëve në Tetov. Ajo shpreh se është krijuar një situatë ku çdo ditë shohim vendime kundër të arriturave të shqiptarëve 20 vjeçare. Deputeti Hajdari kritikoi edhe mungesën e zëvendës kryeministrit në Kuvend për t'iu përgjigjur pyetjeve të saj.